fish. Sa që është tani. Prap kjo unë jam i kënaqur këtu. Normale, sepse varet nga sa investon për diçka dhe ti e kupton vetë. Ajo nuk është transmetuar fare, është vetëm nëpërmjet YouTube-it, mos gaboj ka vajtur afërsisht 70.000 klikime për një muaj për një këngë jugu. Është shumë mirë. Është për mua është në rregull. Po. Mirë, unë mendoj ta ndjekim këtë moment dhe më pas kthehemi në studio pse jo për ta komentuar në kuptimin e mirë të fjalës. Është në Naime Shqipëri për kënaqësinë tonë Mariol Rapaj. Ishte Mariol Rapaj me këngën e Naime Shqipëri, është prezantuar tashmë vetëm për ju, ndërkohë Marion, këngën ka arritur 70.000 klikime në YouTube për momentin. Se janë shumë. Nga klikime në YouTube, keni ndonjë përfitim, ndonjë ka gjëra të vogla. Domethënë këngë jugut rrallë vetë 1 milion, janë shumë të rralla që kanë vajtur nga 2. Gjëra të vogla, kupton po. Ti ke një kanalin tënd në YouTube apo i publikon nëpërmjet studieve ku i realizon?
nga kënga para një vite e gjysmë kur ka dalë në dasëm tua saze dhe këtej jam lidhur me Arkivën Shqip. Po. Me përqindjet që kam vendosur. Si e janë këto përqindjet? Janë të kënaqur për këngëtarë? Për ne, për këngët e jugut, s'është asgjë, po të më ta marrësh edhe që takon. Po. Kuptoj. Ndërkohë, për sa i përket kësaj këngë, për tekstin ke punuar vetë? Deri tani të gjitha tekstet janë të mi. Edhe muzikë. Po muzikën kush ka realizuar? Edhe muzikën? Edhe muzika është e imja, orkestrimi është bërë nga Rino Boci, e falenderoj. Për momentin nuk do heq dorë nga ai. Po për sa i përket klipit, ku është xhiruar? Në çfarë ambient është? Klipi është xhiruar në Tiranë, në Kashar më saktë. Dhe në ambientet e zyrave të Suart Clip. Do thotë në ambientet të brendshme. Po, në ambientet e brendshme. Te pjesët ku janë me drita dhe me atë flamurin. Këtu. Po. Mirë, unë në fakt duhet të falenderoj për prezencën në studio. Të uroj suksese, uroj që edhe kënga e re të pritet shumë mirë. Dhe pse jo kur të kemi këngën e re, që mendoj se do të jetë një bashkëpunim, do të jemi sërish në studio për ta promovuar. Ishte kënaqësi. Faleminderit gjithashtu. Miq të nderuar, ishte i ftuari për sot këngëtari Mariola Rapaj. Kemi sjell pikërisht atmosferë dasmash në ambientin e transmetimit ton, e patjetër në ambientin tuaj familjar nëpërmjet programit Mëngjes në Apollon. Qëndroni me ne.